Shoqata e gazetarëve dhe sindikata e punonjësve mediatik nuk duan që qeveria të realizojë premtimin e dhënë nga kryeministri para zgjedhjeve për heqjen e kontributeve për gazetarët dhe punonjësit mediatik. Duke folur mbi këtë temë, kryetari i shoqatës së gazetarëve Mladen Çadikovski thotë se mbështet çdo propozim që do të përmirësonte situatën socio-ekonomike të punonjësve mediatik. Megjithatë, vlerëson se kjo mund të bëhet më së miri përmes formimit të fondit të pavarur për pluralizëm mediatik. Deklaron se gjithnjë kur mediat kanë marrë mjete financiare pa ndonjë arsye dhe pa ndonjë shpjegim. Në të shumtën e rasteve, ato mjete nuk kanë përfunduar tek gazetarët, por tek vetë pronarët. Mislime дека ова може да се Mendoj se kjo mund të tejkalohet më së miri vetëm pas formimit të fondit për pluralizëm mediatik, i cili do të ishte i pavarur sesa përmes metodave tjera për uljen e obligimeve, ose pagesave financiare, ose formimit të një ambienti tjetër mediatik, i cili do të ngriste kualitetin, sepse deri më tani kemi qenë dëshmitar si gjithmonë kur në mediume janë dhënë para pa pasur ndonjë arsye. Ato mjete nuk kanë përfunduar tek gazetarët, por kanë mbetur tek pronarët. Kryetari i sindikatës së gazetarëve Pavle Bellovski në prononcimin e tij për televizionin Shenja tha se nëse qeveria përzihet në këtë çështje, do të lindë propozimi Frances 2, i cili gjithashtu është i papranueshëm. Thotë se sindikata e gazetarëve është duke përgatitur propozimin e vet dhe se qeveria në këtë rast duhet të jetë vetëm kanal për të formalizuar kërkesën e sindikatës, sepse sipas Bellovskit janë vetë gazetarët ata që i dinë vetë problemet me të cilat përballen. Sipas kreut të sindikatës, jo vetëm vëmëroja, por me propozimet të tilla nuk guxojnë të dalin asnjë subjekt politik. Zbulon edhe disa nga udhëzimet që do t'i përmbajë propozimi i sindikatës mbi këtë çështje. Изработиме целисходен предлог. Do të përgatisim propozimin ton që do të përbëhet nga kërkesat tona autentike dhe jo disa kërkesa dhe nevoja apo manipulime politike përmes një propozimi që do të vinte nga qeveria apo nga një parti politike. Udhëzimi i dytë do të ishte që të subvencionojmë punësimin e parë të kuadrove të reja të punonjësve mediatik, sepse në vend kemi shkretëtira mediatike, kemi shumë rajone në vend në cilin nuk funksionon asnjë medium. Sipas hulumtimit të bërë nga sindikata, në 25% rajoneve në vendin ton mungon zëri informues. Në ato rajone ka disa portale me një ose me asnjë të punësuar. Pra ne kemi rajone të tëra që nuk informojnë për atë se çfarë ndodh në shtëpitë dhe rajonet e tyre. Për premtimin e kryeministrit lidhur me kontributet e gazetarëve, televizioni Shenja ditë më parë pyeti edhe vetë zëdhënësen e qeverisë, e cila për më tepër tha se janë duke u koordinuar me sindikatat për mënyrën se si do të realizohet ky premtim.